Kur kuvendi flet dëhre media u zërin, rreziku nuk është thjesht heshtja, por censura me kostum. Në një vend normal, një fjalim i mbajtur në kuvendin e Shqipërisë, ku përmenden me emra konkret disa nga njerëzit më të fuqishëm ekonomikisht në vend, do të ishte lajm. Jo sepse deputeti ka domosdoshmërisht të drejtë në çdo akuzë. Jo sepse çdo emër i përmendur duhet marrë si verdikt. Por sepse vetë akti i artikulimit publik brenda institucionit më të lartë përfaqësues të Republikës është në vetvete çështje me interes publik. Kur një deputet ngrihet në foltore dhe flet për kapjen e pasurive publike, për portet, për zhvillimin urban, për lidhjen mes pushtetit politik dhe kapitalit të përqendruar, media ka detyrim ta raportojë, ta verifikojë, ta ballafaqojë, ta zbërthejë, ta kundërshtojë nëse gjen pasaktësi, por jo ta varros. Këtu nis problemi i madh. Sepse skandali nuk është vetëm çfarë tha Redi Muçi. Skandali është se në një treg mediatik ku fryen për orë të tëra deklarata boshe, shere të stisura, batuta pa peshë dhe propagandë e paketuar si lajm, një fjalim që prek nervin më të ndjeshëm të sistemit, raportin mes pushtetit dhe oligarkisë, bie në një heshtje të ftohtë, gati kirurgjikale. Dhe kur heshtja bëhet kaq selektive, ajo nuk është më mungesë vëmendjeje. Është zgjedhje editoriale. Është pozicionim. Është shenjë frike, varësie ose shërbimi. Kuvendi nuk mund të kthehet në sallë ku lejohet vetëm zëri i padëmshëm. Në teori, kuvendi është vendi ku përplasen interesat, denoncohen abuzimet dhe ekspozohen konfliktet e mëdha të shoqërisë. Në praktikën shqiptare, ai rrezikon gjithnjë e më shumë të shndërrohet në një skenë të kontrolluar, ku fjalët lejohen vetëm kur nuk prekin telat e vërtetë të pushtetit. Kjo është sëmundja jon politike, jo mungesa e fjalës, por filtrimi i saj. Flitet shumë në Shqipëri, por jo çdo fjalë lejohet të qarkullojë njësoj. Ka fjalë që ngrihen në tituj brenda minutës. Ka të tjera që mbyten në heshtje. Dhe zakonisht janë pikërisht ato që prekin interesat e mëdha ekonomike, marrëdhëniet klienteliste dhe arkitekturën e vërtetë të pushtetit. Kjo e bën çështjen shumë më të rëndë se një episod parlamentar. Sepse kur një deklaratë e fortë politike nuk hyn në qarkullimin mediatik jo për mungesë relevance, por sepse prek emra me peshë, atëherë nuk kemi më një media që informon publikun. Kemi një media që menaxhon kufijtë e së lejueshmes. Dhe ky është kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj lirisë së fjalës. Liria e fjalës nuk mbrohet vetëm kur flet ai që na pëlqen. Duhet thënë qartë, mbrojtja e fjalës së lirë nuk do të thotë pranimi automatik i çdo akuze si e vërtetë. Demokracia nuk kërkon duartrokitje të verbër. Kërkon hapësirë të barabartë për ta dëgjuar, kontrolluar dhe debatuar fjalën publike. Nëse një deputet përmend emra të mëdhenj, përgjigjja në një shoqëri serioze nuk është heshtja. Është transparenca. Le të dalin të prekurit e të përgjigjen. Le të dalin institucionet e të shpjegojnë. Le të dalin gazetarët e të hetojnë. Le të dalin faktet e të peshojnë se cilën fjali. Por kur reagimi kolektiv i sistemit është, mos e amplifikoni, atëherë kemi hyrë në një territor të rrezikshëm, ku media nuk vepron më si sy i publikut, por si perde e pushtetit. Kush përfiton nga kjo heshtje? Përfiton politika, sepse shmang një debat që nuk e kontrollon. Përfiton kapitali i lidhur me pushtetin, sepse ruan imazhin pa kaluar në filtrin e llogaridhënies. Përfiton media e kapur, sepse nuk rrezikon marrëdhëniet me reklamuesit, pronarët apo aleatët e padukshëm. Humb vetëm publiku. Publiku humbet të drejtën për të dëgjuar jo vetëm versionin zyrtar, por edhe akuzën kundër tij. Humb mundësinë për të gjykuar vetë. Humb shansin që demokracia të funksionojë si përplasje e hapur interesash, jo si regjim i zhurmës së kontrolluar. Sepse kjo është drama shqiptare, nuk mungojnë fjalët. Mungon qarkullimi i ndershëm i tyre. Media që hesht përballë pushtetit ekonomik nuk është neutrale. Shpesh, në emër të profesionalizmit, heshtja shitet si maturi. Por jo çdo heshtje është përgjegjësi. Ka heshtje që janë frikë. Ka heshtje që janë autocensur. Ka heshtje që janë kontratë e pashkruar me sistemin. Kur media raporton me shpejtësi çdo deklaratë sterile të ditës, por mpaket sapo preken emra që rrinë mbi para, prona, porte, kulla e zhvillime strategjike, atëherë neutraliteti bie si maskë. Media nuk është neutrale kur zgjedh të mos dëgjojë. Ajo është palë. Dhe kur bëhet palë me të fortin kundër të drejtës së publikut për të ditur, ajo nuk po mbron etikën. Po mbron rendin e heshtjes. Në fund, pyetja nuk është çfarë tha vetëm Redi Muçi. Pyetja është, pse u trembën kaq shumë nga fjala e tij? Ky është thelbi. Nëse fjalimi do të ishte i parëndësishëm, do të transmetohej dhe do të binte vetë. Nëse do të ishte i pabazë, do të rrëzohej me fakte. Nëse do të ishte thjesht retorik, do të shpërbëhej në debatin publik. Por kur ndodh e kundërta, kur ai mbytet para se të hyjë në qarkullim, lind dyshimi më i rënd, se problemi nuk është pasaktësia e mundshme e fjalës, por fuqia e saj për të çarë murin e interesave. Dhe këtu, mbrojtja e fjalës së lirë bëhet detyrë qytetare. Sepse sot nuk bëhet fjalë vetëm për një deputet, një parti apo një fjalim. Sot bëhet fjalë për të drejtën e publikut shqiptar për të dëgjuar edhe atë që sistemi nuk do të dëgjohet. Kur kuvendi flet dhe media hesht, nuk kemi thjesht krizë gazetarie.
Kemi alarm demokracie.